kënaqem kur them që ne jemi ndër ekipet ose qyteti i Elbasanit vetë me tifozëri më të zjarrt. Si ne duhet të kuptojmë një gjë që Elbasani si ka munguar asnjëherë tifozëria. Elbasani ka qenë jo sot, po edhe me dekada që tifozëria e Elbasanit ishte ajo që e mbështeste dhe që brorisë stadium. U deshën shumë vite të cilët neve ngecëm dhe ajo tifozëri sot është e hetshme për pa një ekip kampion, për pa një ekip të luajë në Kupën e Evropës. Kështu që ndonjëherë edhe faj nuk i veti tifozërisë së Elbasanit. Unë e falenderoj shumë që ato janë prezent, e falenderoj shumë që ato e ndjekin dhe shoqërojnë futbollin, flasin me pozitivitet shumë të madh. Por ka momente që nga ajo dëshirë e madhe, nga ajo kënaqësi e madhe që ato ndjejnë, mund bëjnë dhe gabime, por unë do të thoja që ato janë një grup njerëzish të cilët do të reflektojnë aq bukur që do ta kuptojnë dhe vetë gradualisht, ato do jenë një mrekulli për qytetin tonë. Kështu që ja lej dorë atyre të kuptojnë gabimin vetë, edhe të reflektojnë ata. Po tifozërinë asnjëherë mos e shuj, sepse ajo tifozëri na nxit neve të gjithëve edhe vetë skuadrën.